Mitrovica është ronditur të hënën nga lajmi për vdekjen e të riut Petrit Hoti. Hoti vdiq pas një sëmundje të rëndë të mushkërive për të cilën pak vjet më parë kërkua edhe ndihmë financiare për shërimin e tij. Për një periudhë kohe ai ka punuar si zyrtar i sigurisë në kabinetin e presidentes Vjosa Osmani. Indjeri ka lënë pas vetes 2 fëmijë. Gazetari i medias gjermane Bahri Cani ka thënë se tani, pas dështimit të votimit të qeverisë së Kosovës, çështja kalon te presidentja. Në një bisedë që kam zhvilluar para 3 ditësh në Berlin, presidentja më tha se ajo i ka menduar edhe këto mundësi dhe se do të veproj konform ligjit, tregon ai. Në vijim postimin i plot, çështja kalon te presidentja, procedurat e mëtutshme në Kosovë. Dje ishte një ditë historike për parlamentarizmin në Kosovë sepse për herë të parë nuk u votua një kabinet qeveritar. Tani gjërat marrin rrugën e vet juridike. Të kuptohemi, as kancelari Friedrich Merz në Gjermani nuk i ka marrë votat në raundin e parë, por është votuar në raundin e dytë. Në Kosovë janë të tjera rregulla. Nëse i nominuari i parë dështon, atëherë presidenti Osmani fton partitë për konsultime dhe brenda 10 ditësh i jep mandatin atij apo asaj që mund të sigurojë votat për qeverinë e re. Me një bisedë që kam zhvilluar para 3 ditësh në Berlin, presidentja më tha se ajo i ka menduar edhe këto mundësi dhe se do të veproj konform ligjit. I mandatuari i ri apo e mandatuara e re mund të jetë nga të gjitha partitë parlamentare, pra teorikisht mund të jetë prap edhe nga lëvizja vetëvendosje dhe ka afat prej 10 ditësh të sigurojë shumicën prej 61 votash. Çështja kalon tani pra tek presidentja Osmani, e cila ka afat 10 ditë të konsultohet me partitë politike dhe të vendosë. Nëse askush nuk paraqet dëshmi se i ka numrat, atëherë presidentja shpall zgjedhjet e reja, ka shkruar gazetari shqiptar në Gjermani, Bahri Cani.